Ai fundit. Mos e thuaj kështu. E duarve kështu, Krisa duket sikur kaq. Po, sikur kat. Mbaroj. Fatkeqësisht, ky është episodi i fundit i sezonit të dytë të Gocit. E po. Disi më duket si më duket dita e parë si dje. Që nisi Goci. 2 vite, 2 sezone. Si më bë mishi. Kemi qenë kur shoh episodin e parë. Duke aq të vogla, që nuk kemi qenë në të katërta që jemi tani. Goci ka kaluar një karusel. Tranzicion e studiosh, personazhesh. Një herë tham do bëjmë studio, do bëjmë vetëm aventurë, pastaj u kthyem prapë te studioja, pastaj u brava Kristallin bravo mua. Hoqëm një aksidente. Hoqëm një autor, morëm një tjetër, hoqëm një tjetër, morëm një tjetër, derisa në fund e bëm të katërta vetë. Uzim u dashurua, mu përplasëm me njëra tjetrës. Ka qenë ky sezoni ka qenë më intensiv edhe më i bukur se i pari, se ndoshta neve kemi qenë më të përgatitura, duke qenë se e kemi pas dhe më thjesht se më kujtohet në fillim fare që na duhej 1 orë gjysmë të mbaronim një episod, kurse tani thjesht 15 minuta. E dim se çfarë do themi, dim kamera, dim çdo gjë. Jemi bërë mjeshtro zemra tani, ja kena marrë dorën këtij sporti. Po do thoni ju pse po e mbyllni? Edhe sigur që shumë për ju do mërziten. Do ketë nga ata që do qaj. Po tani ne do bëjmë pushime. Ne do bëjmë pushime. Po përveç pushimeve ne kemi të gjëra të reja që po vinë. Po, kemi gjëra të reja në verë. Kemi një gjë akoma shumë të bukur që do marrë kohën e vet, domethënë nuk është se lam këtë dhe ikëm, e kupton? Po rritemi. Siç ishim te episodi i parë, tani jemi te episodi i fundit të sezonit të dytë. Nuk i dihet që me rritjen tonë nëse do ketë apo jo një Goc tjetër. Jo nëse do ketë, por nëse do jemi të katërta ne, në fakt që do jemi brenda këtij katërkëndshi, si mund ta quaj. Unë do luftoj gjithmonë që çdo gjë që ne të bëjmë nëse e bëjmë të gjitha, do ketë emrin Goc. Do të jolur në këtë studio ose ku di unë, po diçka me emrin Goc. Unë mendoj që edhe sikur të mos ishte, për sa kohë njerëzit të na shohin ndonjëherë të katërta bashk, do na shohin të katërta bashk si Goc, si kecat beba. Do mbahemi më gjatë, besoj. Çfarë do ju mungoj më shumë nga Goci? Si ti? Ky golltuku do mungoj shumë. Po, ky golltuku. Mua do më mungojnë aventurat që bëjmë, domethënë ose ato thashë themet kur mbarojnë xhirimet, si e bëm këtë, e ke parasysh ato cingla mingla që zihemi ndonjëherë, që jo po do flas unë, do flasësh ti. Këto janë gjëra të lezetshme që në fund ditës ngel gjë e thjeshtë, diçka e prekshme te ne që. Mua përveç këtyre që tha do më mungojnë edhe kur bënim xhirime në terren. Okej, ne jemi këto në fakt dhe ne do derdhim lot para se të nisnim, thamë që është rregull shumë i prerë që nuk duhet të çajmë, po. Na falni, nuk e presim. Shiko, po sepse nuk mund të jetë mbyllja e Gocit dhe ne mos çajmë, sepse ne e ndjejmë kaq shumë këtë emision, dhe realisht është një emision që ne na rriti. Në mbrojtjen tonë ne kemi qarë edhe kur është mbyllur Goci sezonin e kaluar. Sepse çdo fillim i ri e ka një fund, çdo fund e ka një fillim do tema. Me që ishim tek çfarë do më mungoj, mua e para do më mungoni shumë ju. Nëse nuk do keni gost. Nuk e prisja nga ti. Zemra ime, nuk e prisja nga ti. Realisht do të mungoja. Dhe e dyta përveç se ju, që pavarësisht me atë marrëdhënien ton toksike, hate love që kemi pasur, zihu, pajton, kapu prej flokësh, dashuro. Jo, s'kemi arritur. Një gjë që nuk ka munguar kur, ka qenë dashuria dhe pasioni që ne kemi pasur për këtë emision. Po, shumë e vërtetë. Por përveç kësaj do më mungoj shumë edhe kur që po thoja në fillim kur shkonim në tripe nëpër qytete, mbaj mend Elbasanin kur shitëm ballokume. Njerëzit nuk do t'i quaj fansa, por suportuesi tan, ato që na duan, që vinin erdhi bleu atë ballokumen 8000 lekë, vetëm që na bënë vetëm support. Kur kanë lënë orët e shkollës, kur kanë marrë leje dhe kanë ardhur për të na parë ne, kur janë zënë me mamin për të marrë telefonin për të na parë ne. Imagjino kur triten ata dhe thon, pse mi fansja kësaj. Qa është një episod nga Goci që ju vjen direkt në mendje dhe nuk do ta harroni kurrë? Ka shumë. Elbasani ndoshta nuk ka qenë një nga xhirimet më wow dhe që është përkthyer edhe në view jo të jashtëzakonshëm, por për mua ka qenë kështu, do të thënë thash, më fal për mua po bërtasin këta njerëz. E kanë seriozisht, e kanë me mua me Gocët, mos Shakira Elbasani edhe kecat beba. Kam pasur shumë të drejtën. Është Dhermiu që më ka pëlqyer shumë.
ka pasur ku kemi qenë të katërta që shkuam atje, ku shkum të katërta mi? Kudo kemi shkuar? Katërta kemi qenë. Po, kënga që e bëm të katërta, e shijova shumë që ka qenë dita më e stresuar e jetës time, do të thënë, ju e mbani mend. Dhe pastaj kur na u shpërblye me klikime që u gëzua, morëm një hovë, që ndryshoi pllaka e Gocit, si theme. Edhe që ta dini ju, ne e kemi nisur, nuk po them metalli, po kemi nisur me shaka atë këngën. Tani gocat e këndojnë dhe kanë shumë seriozisht. Pikërisht. Kishte çuar njëra para 2 ditësh mesazh, më kishte thënë, kishte çuar tekstin, kishte thënë, e di tekstin tënd dhe të gocat e përmendesh. Po, domethënë, nuk është më një shaka, por si se ne shumë gjëra nisim për shaka, por rrugës marrin një formë tjetër. Po ty Klea? Për Elbasanin, ka qenë komplet experiencë, unë e mbaj mend që ka qenë një moment që ishim të katërta. Edhe vraponim! Oh my god! Edhe ishte shumë Justin Bieber. Do kapim njëra tjetrën për dorë, si ishte një turmë e madhe me njerëz, dhe nëse kalonim avash nuk do dilim kur nga ajo turmë. Edhe i tham kameramanit që thjesht në bante kamerën sikur e kishte ndezur, dhe thjesht ishim kapur të katërta dhe çanim turmën dhe vraponim, dhe i thoshim po xhirojmë. Nuk e di pse unë ndjeva si një shpirt i lirë aty, edhe në sfond ishte ajo kënga Summertime Sadness. Po për mua të dyja sezonet e Gocit kanë qenë shumë të bukura dhe mendoj që kanë qenë starti, dhe jam shumë e lumtur që të dyja sezonet i kanë bërë me ju të katërta, dhe nuk mendoj që do kishte gocat e tjera që do i përshtateshin më mirë titullit apo të ulurit në këto divanet e bardha. Dhe jam shumë rinjose për gjitha gjërat që kemi kalu bashk, dhe nuk do doja të kishte qenë ndryshe në asnjë univers tjetër. Unë e shoh gjithmonë net 4 ulurat në këtë divani. Imagjinoni një reunion neve 35 vjeçë me beba tan. Ua, do ta bëjmë. Gender review me 0 lek. Improvizojmë një studio të tillë. Po. Lindëm bebin e ku diu ku do lindje para. Po prank Klea sikur i plasin ura. Ta bëjmë promise që pas shumë vitesh do e bëjmë një kështu. Do e bëjmë një reunion. Ne për të gjitha një episod që nuk ka qenë fare i lehtë për të tiruar dhe nuk e di mirë kështu i pari sa po diskutonim. Ka qenë Gjirokastra. Ndoshta episode ku bëm aksident të disha. Ishte pas asaj. Po nisa me radhë sipas radhës. Ka qenë Gjirokastra që kam qenë me Kristelin, edhe ka qenë shumë e ngarkuar emocionalisht si xhirim. Domethënë nuk më lodhën orët që xhiruam, po thjesht si jemi ndjer aty nuk e di. Edhe aksidenti normal me Klean që fatmirësisht jemi prapë të ulura këtu sot se nuk e di 100% që kemi shpëtuar. Po që Zoti na do, ju na doni, ne mos harrojmë tjetrën. Gjithë është e bukur, çdo gjë është një proces, gjërat nuk zgjasin për gjithmonë. Edhe siç ka thënë Ema, në fakt unë doja të thoya edhe një gjë tjetër para asaj, mos harrojmë karrocën që unë akoma e kam shenjë, e kam grop. Do jetë gjithmonë në kujtesën time. Se ja kujtove se do nisin tani me mua. Jo, e vërtet është që as Kristal as Kristian nuk më kanë shtyr, thjesht ka qenë procesi i tillë. Jo, ne shtym, po menduam që ti do mbash. Si ja, është kocke fort. Por doja ta mbyllja me diçka që unë ndoshta e kam thënë në fillim të episodit të sezonit të parë të Gocit. Do ta gjeni këtu. Po. Dhe ndoshta shumë veta u tallën kur e thash, por sot dua ta them dhe me plot gojë që ndonjëherë kur është fundi është një fillim i ri edhe për ne. Kështu që le ta shijojmë fillimin e ri, edhe të shpresojmë që gjëra të bukura do vinë. Dhe që ne të marrim 2 minuta pauzë edhe të qetësojmë pak Klean për arsye që ndoshta ju do t'i zbuloni. Por shikoni se çfarë bëm për këtë episod të fundit të Gocit.